Në muajin e Ramazanit, xhamia nuk është vetëm vend adhurimi, ajo shndërrohet në shtëpi edukimi, në hapësirë gëzimi e disipline. Këtu, fëmijët nuk mësojnë vetëm si të agjërojnë, por si të rriten me vlera. Iftari i sotëm në xhami ushtrua me duart e nxënësve. Rreth së njëjtës sofër ato ndan ushqimin, lutjen dhe buzëqeshjen, duke nisur kështu iftarin. Këto aktivitete janë pjesë e një plan programi të veçantë që po realizohet gjatë muajit të Ramazanit. Gjatë agjendës të Ramazanit mundohemi çdo herë me përmbledh një plan program më të veçantë. Duke filluar një planifikim, ja u japim fëmijëve me disa fletushka, ta rumbullaksojnë sa faqe lexim të Kuranit i kanë bën brenda ditës. Apo nga njëherë edhe ja u caktoj, ju thëm, këtë dua kena me mësu dhe mbrëmje kur vina mi fal taravih, atëherë kena me thonë duan bashkë që mu mundu. E veçanta e kësaj është se çdo herë do thotë mas i ti përfundojnë atë taravih të më thrasin me telefon edhe me grup. Mësuese po dojna me tregu që e kena mësu duan para se me mri në xhami dhe kuptohet që çdo herë për me pas qëllimin e arritjes se ato që na kërkojna prej fëmijëve duhet mu mundu në format të ndryshme apo nganjëherë edhe në format të lojrave mi shfrytzu. Dhe shumë herë mundohemi edhe iftaret i shtrojmë brenda xhamis me një formë ja uthyer atë monotoninë e shtëpisë nganjëherë edhe fëmijëve, mirë po aktivitetet si aktivitete nuk mungojnë asnjëherë në çfarëdo aspekti. Secila prej nxënësve e jeton Ramazanin në mënyrën e vet, me përpjekje të vogla, por me shumë kuptim. Unë deri tash kam mësuar 200 hadithe. E ndihmoj momin me bo iftarën edhe syfyren, zhurën herë. T'lumë, Firosa. Unë gjithë para se me prish agjerimin, e thëm një dua para se me bo iftar, edhe ajo është, o Zot, për ty agjerova, ty të besoj, tek ti mbështetem dhe me begatit e tua unë iftar bëj. T'lumt. Unë kur zgjohem në mëngjes, marr abdes dhe pastaj falem. Kur falem, bëhem gati për shkollë. E fjala Allahut e lexuar me zë fëmije e mbush xhamin me qetësi dhe shpresë. Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sepse Ramazani kur jetohet bashk, mbetet përgjithmonë në kujtesë.